الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد falëndrimi dhe lavdërimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat e selamet që dërgojmë zotërisë së pejgamberëve më dashurit ton vulës pejgamberike Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Prej begative më të mëdha të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhënë ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është libri të cilin e ka zbritur tek ta, e që është Kur'ani. Kur'ani është prej begative dhe mirësive më të mëdha të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala ka dhënë neve. Ai nuk është thjesht vetëm një libër. Ai nuk është thjesht një libër të cilin secili prej neve e merr dhe e lën te shtëpia, por se është edhe më shumë se një libër, e që do të thotë edhe domethënia e tij është edhe më shumë se kaq. Çështja e Kur'anit apo libri i Kur'anit është jeta vetë e besimtarit për cilin duhet marrë mësim për jasajna, edhe aty robi, besimtari Allahu subhanahu wa ta'ala, e mëson jetën e tina, e mëson rrugën e tina, edhe për jasajna e mëson e përfundimin e tina. Allahu në dhash përfundim të mirë. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an i ka përmbledhur, i ka zbritur rreth 114 sure. Se cila sure e ka kuptimin e vetë, se cila prej sureve e ka vlerën e vetë. Disa prej sureve kanë zbritur për në tërgun neve dispozita, disa prej sureve kanë zbritur për me në tërgun neve regula, disa prej sureve kanë zbritur që të në tërgojnë neve histori të popullit të mëhershëm, e gjithë se cila për tyre e ka dhe mësimin e vetë. Për tyre sureve të cilën duhet ta kemi një parasysh, e sidomos në kohën të cilën jemi duke jetuar tani, në kohën e fitnave të mëdha, në këtë sezon të verës, është surja Fussilet. Surja Fussilet, apo me përkthyer në shqip i bjen hollësimi apo shpjegimi i ajeteve fije për penit që thojnë në kështu. Fussilet, në surën Fussilet, Allahu subhanahu ta'ala e ka zbritun edhe e ka përmbledhën një sëshmëri ndaj tij apo besimin në Allahun subhanahu si i vetëm i pashoq. Në surën Fussilet, Allahu subhanahu ta'ala na ka treguar neve për shembujt e popujve të mëhershëm që kanë qenë populli i Adit edhe i Themudit. Në surën Fussilet, Allahu subhanahu ta'ala ja tërheq vërejtjen ummetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shikimin se çka po shikon, për dëgjimin se çka po dëgjon, edhe për gjuhën se çka po flet. Të gjitha këto mbledhen shikimi, dëgjimi edhe gjuha se çka po flet, mbledhen pikërisht në këtë sezon të re ku fitnet vazhdojnë edhe shtohen edhe më shumë. Surja Fussilet është prej surave mëkase. Ajo është shpallën me një kohë kur muslimanët kanë qenë të dobët. Koha kur ka zbrit Allahu subhanahu taala, kur i ka zbrit ajetet e surës Fussilet, besimtarët kanë qenë duke u përballur me sprova të mëdha. Allahu subhanahu taala zbret ajetet e surës Fussilet në mënyrë që më ia forcu atyre zemrën. Në mënyrë që atyre më ia ngrit edhe më shumë imanin. Thot Allahu në Kur'an, Hamim. Hamim, kjo është një libër i cili ka zbritën, është shpallje e cila ka zbritur për mëshiruesin, mëshirplotit. Libër ajetet e të cilit janë të shpjeguara hollësisht Kur'an në gjuhën arabe për njerëzit që dinë. Për njerëzit që mendojnë, për njerëzit që logjikojnë. Ibn Kaimi Allahu mëshiroft thotë se nuk ka gjë më të madhe, nuk ka gjë më shumë që e ngjall zemrën e besimtarit sesa meditimi i ajeteve kuranore. Nuk ka diçka
që i jep edhe ma shumë ndryshim rrugës tonde, jetës tonde, se sa ndalja 1 minutë, 1 qaft të shtëpia jote apo në xhami apo ku jeti duke qëndrue, edhe me vazhdu me meditue rreth ajeteve të cilat Allah subhanahu wa taala i ka zbritur në Kur'an. Thot Abdullah ibn Mesudi se mos e shpërndoni Kur'anin sikur se hurmat e thata, mos i merrni ajetet e Kur'anit edhe me vazhdu me ja u thonë njerëzve, me i shpërndar tek njerëzit sikur se njerëzit që shpërndojnë hurmat e thata. E as mos e lexoni ato me nxitim sikur se një poezi me marrë dhe me thonë për shembull surën Al-Fatiha me thonë as shpejt sikur se duke recituar vjersha apo poezi, por ndaleni tek mrekullitë e tina. Ndaleni te fjalët e cilat Allahu subhanahu wa taala i ka zbritur në Kur'an, edhe merrni mësim prej sajna në mënyrë që ta gjeni udhëzimin edhe ta gjeni rrugën e shpëtimit. Vëllezër, nëse ndalemi dhe shikojmë atë gjendjen tonë sot, na jep nive një pasqyrë edhe shumë më të mirë se ka cila anë duke anuar na. Nëse e shikojmë atë gjendjen tonë sot, kalojnë 2-3 orë, do shta që i kalojnë në për telefon, kalojnë orë të tëra që mujna me i kalu me një kafe dikon, kalojnë orë të tëra që mujna me i kalu me njerëzit e afërm duke buen, do shta beseda kretë si shkotit, e pak prej njëve në ata të cilët ndoshta një herë mbrenda ditës na bjen mend që me morën edhe me hapën Kur'anin. Nuk mjafton dita e premte që me qelën ti Kur'anin. Nuk mjafton veç akşami që ti me qelën Kur'anin. Nuk mjafton veç atë kur ti ke vështirësi pak të ngushtohet pak gjyksi, të ka pak një farë lloj mërzie, ti me trohen mend që duhet me ngue Kur'an, është mirë me lëshue Kur'an. Nuk është kjo koha kur ti vjen mend për Kur'anin. Kur'ani është drita jote, Kur'ani është vetjeta jote, Kur'ani është fjala e Allahut subhanahu wa taala me cilën duhet jetohet edhe lutim Allahun që me vdekën në natë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Ma i miri për juve, ma i miri për këtë njerëzve, ma i miri për këtë besimtarve, ma i miri për këtë muslimanve, është ai i cili e mëson Kur'anin edhe çet Kur'ani ju mëson të tjerëve. Qysh me mësu Kur'anin? Me marrën edhe me qelë ato, me lexue prej tina, me nxjerrën mësimet prej tina. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, tha Allahu në Kur'an, falënderimi ta kanë Allahut, Zotit të këtë botrave. Me marrë dhe me lexue për çet fjalë, me marrë me meditue rreth këtij ajeti. Pse Allahu subhanahu wa taala ka përmend falëndrimit ta kanë Allahut Zotit të këtë botrave, me marrën me shikue cili ka qenë qëllimi i Allahut me krejt botrat. Kush janë këtë botrat? Për cilat botra ka pas fjalën Allahu subhanahu wa taala? Kur vazhdon ti me medituar rreth kësaj fjale, edhe me lexue në komentimin e këtyre fjalëve të Allahut subhanahu wa taala, ki më pa se çysh zgjenohet gjoksi. Ki më pa se çysh shtohet edhe më shumë dashnia për fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Ki më pa se edhe kur të lidhësh namaz me u fal atje, kur ta thuti elhamdulillahi rabbil alamin, edhe e din komentimin, edhe e din domethënien e kësaj fjale, ki më e ndje edhe më shumë namazin tënd. Ki me ndje edhe më shumë namazin tënë, që kjo është mësimi i Kur'anit, që kjo është edhe kuptimi i hadithit që ma i miri për juve, është ai i cili e mëson Kur'anin, edhe ato e mëson të tjerëve. Pasi që ti e ke mësu Kur'anin përveç se me lexu edhe ke mësu kuptimin e tina, me marrën këto dhe me ja shpjegu e tjerëve. E para, kënë e kena obligim me ja shpjegu edhe me ja mësu fëmijëve tonë, familjes tonë, grujës tonë, të shtëpia jote. Masi që ke filluar rrugën për këtu, pastaj me dalin edhe në rrethin më gjerë. Tha Allahu në Kur'an: "Allahu la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allahu subhanahu wa taala nuk e ndryshon gjendjen e një populli, por derisa ata të ndryshojnë gjendjen në vetveten e tyre. Na krejt dina me apo tjetrit me gisht. Filani për bën kështu, filani këshire kjo asë sunetin se fali, asë në xhami nuk vjen, asë nuk vjen, ama kur t'ja bësh tjetrit me gisht një 3-4 rikijet si dhe ka vetja. Pas pari dosh me filluar me rregullimin e vecës tonde, pastaj me folë për tjetrin. Pas pari dosh me vazhdue me meditimin e Kuranit për veti, pastaj me i porositën edhe besimtarët e tjera. Andaj, një prej ajeteve më projekte të kësaj sure është fjala Allahu subhanahu wa taala ku thot: "Ata thonë se zemrat tona janë të mbuluara ndaj asaj në të cilën na therrët." Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke i thirrur mushrikët në Islam, ishte duke ju bë davet atyne, erdhi deri në një moment ku vetë mushrikët thanë me gojën e tyre se zemrat tona janë të mbuluara. I kanë mbuluar ndryshki ato në ato që cilën ti po na thret neve. Edhe zemra thotë Ibn Kaimi, Allahu më shëroft, ndryshkët njëjtë sikur se ente metalta. Sikur se hejkuri që ndrysh me elon nuj një kod gat, e kap ndryshkë ato dhe prishët. Njët edhe zemrën nëse e len nga flet, nëse e len duke mos u kujdes për to, nëse e len duke mos e përmen Allahun subhanahu wa taala, edhe këto e kap ndryshki.
Hekri kur ndryshkët mund është me marrë, me shku edhe me pastrua edhe prapë me kthy në gjendje tina të pastët edhe në gjendje tina që më u përdorën. Edhe zemrën mund është me pastrua. Çish e pastron ato? Duke lexuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala edhe duke bërë dhikr për Allahun subhanahu wa taala. Ibn Taymi Allahu më shoh thotë se sa herë që robi largohet nga fjala e Allahut, sa herë që robi largohet nga Kurani, zemra e tij errësohet sipas masës së largimit tina. Sa më larg Kuranit, çaq më e ngushtë zemra. Sa më afër Kuranit, çaq më e hapur edhe më e qelë zemra. A ke pa dikush prej njerëzve çfarë do lloj sprove me pasaj në jetën e tina, qoftë me lirinë e tina, apo qoftë me vdekjen e më të afërm të tina, apo me ndonjë smundje të rëndë, prapë ai e shën një buzëqeshje në fytyrën e tina. Prapë ai e shën një lloj ngushëllimi edhe me thonën na që e përmendni nuk ja kish lënë në shej. Pse? Kjo është ndoshta për shkak një dhikrit që e bën ai, kjo është ndoshta për shkak një ajetit që ai mediton rreth tina, kjo është për shkak afrimit tina me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Me shumica prej neve, një grip i vogël me në ra atje, një javë ditë vazhdojnë me thonën ku më gjetë bashkëmue, më la pa punë, kita këto pse? Se nuk ina mësuna me ngushëllu vetën, edhe me pas vetën tonë, me gjetë vetën tonë, pran fjalës Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, secili prej neve duhet me pyet veten e vet se sa kohë gjatë ditës unë i kaloj me fjalën e Allahu subhanahu wa taala. Edhe kur e lexoj Kur'anin, a lexoj atë vetëm me meditim, apo e lexoj vetëm me kalu e fjalët edhe me kalu ajetet edhe në fund ditës me thonë i lexova çka shfaqje ose i lexova çka ajete. Përveç kësajna, gjë që është edhe më shumë e rëndësishme kur ta lexojna Kur'anin, apo ndryshon ai sjelljen tonë. Apo po jena të njëjtë pra, të vrash ashtu, të gërsum ashtu. Kur'ani është që me ndryshu sjelljen tonë për të mirë. Fjala e Allahut subhanahu wa taala, leximi i fjalës së Allahut subhanahu wa taala, meditimi mbi fjalët e Allahut subhanahu wa taala është që besimtarit me janë ndryshuar gjendjen tina për një gjendje më të keqe me një gjendje më. Pse? Se tha Allahu subhanahu në Kur'an se ky është libri në të cilin i largon njerëzit prej errësirave edhe i qet ka drita. Nëse përgjigjja jote është që ti nuk ka lënë orë tëra me Kur'an gjatë ditës, apo nuk mediton rreth ajeteve të Kur'anit, apo Kur'ani nuk e ndryshon gjendjen tonë, atëherë ne kemi nevojë për një më u kthye sinqerisht te fjala e Allahut subhanahu wa taala. Një prej dietarëve të Egjiptit, Allahu e ruaj, thotë se sot në kohën ku jetojnë ana, në fitnë që jetojnë ana, në sprovat që jetojnë ana, nuk ka askush nevojë më shumë për Kur'anin se sa vetë muslimanët. Nuk ka askush nevojë për Kur'anin më shumë se sa vetë musliman. Pse? Se nëse jena të kapna përnime për librin e Allahut subhanahu wa taala, nëse përnime meditojnë në fjalët e Allahut subhanahu wa taala, edhe gjendja jonë mas pari në mesin ton, kishte më kon më ndryshe Allahu për në sot gjendjen ton. Andaj, një prej ngjarjeve më madhështore që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që e tregon edhe më shumë ndikimin e surës Fusilet në zemrat e njerëzve është historia e Utbe ibn Rabias. Kurejshët e pon se njerëzit po vazhdojnë me pranu Islamin, po vazhdojnë njerëzit me pranu fenë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e kishin Utbe ibn Rabia një prej njerëzve më të mençur, një prej njerëzve më inteligjenta në mesin e tyre, edhe i thanë që me shku edhe me bisedu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe me shku Utbe ibn Rabia me debatu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe me i tregu se që kjo shka po thirrti është e gabuar, do thotë me demantuar në ato që cilën Allahu subhanahu wa taala ja kishte zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur shkon Utbe ibn Rabia te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi ka qenë njëri me edukat. Ka qenë shembull për këtë botë, ka qenë shembull për këtë njerëzimin. Ka shkuar Utbe ibn Rabia me gjurtë vrash para tina. Pejgamberi sa u nal edhe e ka nguet deri në fund se çka ka thonë Utbe ibn Rabia. Pasi që e ka përfunduar, i tha: "E farrakte ja Utbe, a e kryte, a e përfundove fjalën tënde?" Ai tha: "Po." Pasi që e përfundoi Utbe ibn Rabia fjalimin e tina, apo ato se që mlefin që e kishte përmena pej kurejshve që kishin mbjellë në zemrën e tina, e shprazi para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sa filloi vetëm me fillimin e kësaj sure. Hamim. Kjo është një libër i cilin e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala me mëshirës tina, libër në gjuhën arabe, libër arabisht, Kur'an arabisht për njerëzit të cilët mendojnë se ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri te ajeti ku thotë se e nëse ata u akthejnë shpinën juve, e nëse ata ja kthejnë shpinën kësaj fjale thuaj se ju kanë paralajmëruar për një dënim si ai që e goditi Adin edhe Themudin. Përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke i lexuar këto ajete para Utbes, Utbe u ngrit edhe ja noi dorën te goja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha mos vazhdo më shumë. Mos vazhdo më shumë se kjo për një men nuk është diçka që e kam dëgjuar prej më herë. Edhe me mlefin e madh, me nervozën e madhe, shkoi te Kurejshit, u kthye te njerëzit e vet atje, tha:
Vallahi thot nuk kam dëgjuar asnjëherë diçka pe atyre fjalë pe më herët. E as ato historitë se ai përmendi nuk ka mundësi që ato as me kon gënjeshër, as me kon diçka prej magjios. Edhe kjo ka qenë pe indikimi që pastaj Utbe ibn Rabia e pranon Islamin edhe vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e shifton shahadetin. Kjo është ndikimi i historisë fosile kur na e mormi edhe e lexojnë ato dhe e dëgjojnë ato me meditim. Pse shumë njerëz sot e lexojnë Kur'anin, i lexojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala, ndoshta edhe e mësojnë përmend Kur'anin, por se nuk ndryshojnë në sjelljen e tyre. Nuk ndryshojnë asgjë në imanin e tyre. Përgjigjen më të mirë, për sa i pyetje e ka dhënë Ibn Kaimi Allahu më shrof, kur thotë se Kur'ani është shërim i plot. Kur'ani është shërim i plot, por shërimi varet nga pranimi i zemrës. Nëse zemra është e mbyllur, ilaçi nuk i jep frut atina. Sa dhe që ti me e pasën i lashin, kur ti nuk dënë me e marrën ato, prap nuk i me e gjetën shërimin. Fihi shifeun linnas Allah. Në Kur'an në ta ka shërim për njerëzit. Ka shërim për njerëzit. Në nëzim e Kur'ani me hua shifa, wa rahmetu lil mu'minin. Lakin as zbrit për Kur'ani ajo që është shërim edhe mëshirë për këtë besimtarët. Andaj, Allahu subhanahu thotë se e kush largohet prej përkujtimit tim, e kush largohet prej Kur'anit, e kush largohet prej fjalës tim, do të ketë jetë të vështirë. Sot e shohim njerëz që sa prej tyre i kap nuk kanë qetësi në jetën e tyre. I kap edhe ankthi, kanë probleme të shumta. Nëse vazhdojnë me fol me ta, i thojna përveç namazit çfarë që e fal, ai fal sunetet jo. Përveç abdesit që e merr për namaz, arrin ti gjatë ditës me abdes, jo. Përveç Kur'anit që ti e lexon namaz se ki obligim për me lexuar Kur'an gjatë namazit, a lexon ti Kur'an herë jashtë namazit se ditën ose para ditës ose mbrëmje ose mëngjes, thotë jo. Po ku po don ti me gjetë qetësinë? Çish po don ti me gjetë qetësinë? Ose çish po don ti me largue ankthin prej teje? Çish po don ti me gjetë zgjidhjen e problemeve të cilat ti ke në jetë? Zgjidhja e vetme është në Kur'an. Përgjigjen e plot, shërimin e plot na kena veç te fjala Allahu subhanahu kur tha Allahu në Kur'an, kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa. Thuaj se ky Kur'an, kjo fjala Allahu subhanahu është për ata të cilët e kanë besuar atë udhëzim edhe shërim për ta. Dietar kanë thënë se Kur'ani është shërim për dy lloj sëmundje. Fjala Allahu subhanahu taala është shërim për dy lloj sëmundje. E para është sëmundjet e zemrës, që është dyshimi të cilit kanë njerëzit, hipokrizia, zilia, urrejtja edhe krenaria, me xhamasia tepër që ata kanë në vetë. Edhe tjetra është shërim për sëmundjet e trupit, dhe që është me lenin Allah subhanahu wa taala, përmes rrugëve, përmes fjalës së Allahut subhanahu besimtari e gjen edhe shërimin e tij në te fjala e Allahut. Thot Hasan al-Basriu, Kurani nuk uzbrit që njerëzit vetëm ta lexojnë ato, por se edhe me zbatu ato, edhe me qitë në praktikë në fjalët e Allahut subhanahu wa taala që ti e ke lexuar, më mundu të paktën një herë brenda jetës tonë me praktikuar ato me në veprat e tua. Andaj ditën kur doni para Allahut subhanahu wa taala, kur të na pyet Allahu se sa kohë ti ke kaluar me librin tëm, kur të na pyet Allahu subhanahu wa taala se çka ke vepruar ti me librin tëm, kur të na pyet neve Allahu subhanahu wa taala se çka kena bëna me fjalën e tij, çfarë përgjigje kena me i dhënë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ajetin se përmend Allahu, o Allah, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se o Zoti jam, populli jam për një me e ka braktisën këtë Kur'an. Populli jam për një me e ka braktisën këtë fjalë të cilën ti e ke rritën. Dietarët e kanë shpjeguar se braktisja e Kur'anit nuk është vetëm mos leximi i tij me marr Kur'anin edhe me lënë të shtëpia, por se braktisja e Kur'anit është me lexuar të pa e kuptuar, me lexuar të pa e medituar, me e kuptuar pastaj pa vepruar me ta, me dëgjuar pa e pranuar fjalën e tij, edhe të respektosh me fjalë, por se edhe jo me vepra. Për njerëzit në sot, për provat të cilët jena duke u përballë është që edhe në mesin e muslimanëve gjejna njerëz të cilët kanë dyshime në fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është për fatkeqësi më të mëdha, edhe kjo është për smundjes më të madhe që e godet zemrën e besimit. Andaj, le të kthehemi te libri i Allahut me zemër të sinqertë, sepse ai është shpëtimi për një i jonë në dynjë, edhe shpëtimi me të vërtetë i jonë në ditën që vjen para Allahut subhanahu wa taala. Le ta bëjmë Kur'ani shokun më të mirë të jetës tonë, sepse pas gjithë këtyre mësimeve të surës Fussilet të cilën na i nxjerrmi, duhet me pyet veten tonë se çfarë vendi zën Kur'ani në jetën tonë, çfarë pozite ka fjala e Allahut subhanahu në jetën tonë, a është Kur'ani vetëm një libër që na e hapmi ditën e premte apo vetëm në Ramazan, apo është për një libër të cilën na jetojmë me to, tha Allahu në Kur'an, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, me të vërtetë ky Kur'an udhëzon drejt asaj që është më e mira. Ne lutim Allahun subhanahu që më e bë Kur'anin pranë të zemrave tona, e lutim Allahun subhanahu që me bu Kur'an udhëzim
për neve, elusim Allahun subhanahu wa taala që me ndryshu jetën tonë me Kur'an, me ndryshu varrin tonë me Kur'an, elusim Allahun subhanahu wa taala që ditën kur dalni para tina me dal me fjalën e tina me Kur'an, aqulu ma tasnauna wa ana khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.